Shpesh herë na kërkojmë rezultat dhe sukses, edhe në dynjas, edhe të jetës, edhe të bereqetit, edhe ku ta dijone, nuk arrihet suksesi as i jetës, as i dynjas pa Kur'anin, familjarët. Suksesi jot është Kur'ani, nëse nuk ki Kur'an, ki mu ka një dështum. Prandaj, lidhja me Kur'an e ban njeriu në sukses shumë. Shpesh herë i marrim sebepet na të dynjas dhe thojnë hoxha u mita të punu dhe s'ku del, kur gjo. Valla dikush punon ma pak, po është i devotshëm, Allah jep shumë bereqet, edhe të dynjas, po e ka udhëzu, e i ka dhënë shumë begati. Një prej të pasërve nivelit botëror, në botën islame, tregtar shumë i madh, po hyp në aeroplan dhe shoqëruesi i tij, po udhtojnë 3 orë diçka në udhtim me një shtet tjetër. Thotë kena hyp në aeroplan, pronari thotë ka çel Kur'anin, a najna të shku me bë marrëveshje të madhe të biznesit. Do të fillon me lexu Kur'an. Krejt rrugën çka kemi shku, Kur'an. Kemi zbrit në hotel, ka pushu pak si u çu ka lexu Kur'an. E banëm takimin e parë, marrëveshjen e parë, gjys orë, 1 orë, mas asaj kohë Kur'an. Do thotë kemi qenë në udhtim disa ditë, thotë unë atë njeri nuk e pash ndryshe, përveç se që i bajke marrëveshjet, punën shka e kishte, edhe punën tjetër rregullisht me Kur'an. Nuk kom pa njeri që lexonte Kur'an më shumë. Atë njeri është me famë, i cili është tash shumë i pasër, Allahu Azza wa Jall i ka dhënë çaq shumë bereqet, që është prej njerëzve të rangut më të madh botëror. Po është shumë interesant, është bë për rahmet, Allah inshallah e ka çuar në xhennet, këtë pasurinë e tij e ka lënë vakëf. Trashëgimi i ka eduku fëmijët e vet, i ka shkolluar i ka eduku fëmijët e vet, pasurinë e vet e ka lënë vakëf. Pse? Se jeta e tij edhe puna e tij u kon lillah Azza wa Jall. Ne kemi tregtar gjithë ditën me tefter dhe hesap e ban, edhe kur hesapi tamam si del. Pse hesapin me Allahin se ka tamam. 19 muaj tefteret tona. Filanim ka borx, filanit i ki borx, filanim ka borx. Allahu sa i ki borx, ja di me lexu Kur'an, marrët koftë. Prandaj, Kur'ani është i cili të jep sukses në dynja dhe të jep bereqet në ahiret. Leximi i Kur'anit është shkak i fitores muslimanëve. Ti me lexu Kur'an këtu ndoshta e ruan edhe nderin dhe gjakin e muslimanëve dikun. Ndoshta për shkak të gjunave tona dikush bëhet azab dikun edhe te na. Prandaj, Kur'ani është shpëtim, është dritë, është fitore dhe suksesi i jetës tonë në dynja dhe në ahiret.